Nuk pajtohem me parafolsin që ishte para meje, për të vetmen arsye, sepse nuk e di a ka kënaqësi më të madhe për një prind dhe për një nxënës se sa të shkoj në librari që t'i blej librat. Më parë, librat kanë ardhur në shkollë. Kanë ardhur në shkollë, janë zbarkuar tek korridoret e shkollës dhe ne si mësues jemi të detyruar që t'i ndajmë librat nëpër paralele tona që t'i ndajmë. Shpesh herë brenda atyre kutive kanë munguar 1, 2, 3 tekste që gjatë paketimit nuk janë paketuar atë sa duhet për numrin e nxënësve. Unë jam vendosur në pozitë shumë të vështirë sepse nuk kam ditur kujt t'ja ndaj librin, sepse më kanë qenë 3 libra për shembull minus po i bie. Dhe nuk e kam ditur ku t'ja ndoj librin kur të gjithë i kanë kërkuar në të njëjtën kohë. Derisa kanë ardhur librat e munguar, ndoshta kanë kaluar 1, 2, 3 javë derisa është plotësuar libri. Dhe tani mendoj që është shumë më mirë prindërit marrin fëmijët, shkojnë në librari, i blejnë libra. Kur i blejnë ata vetë librat, janë edhe më përgjegjës për librat e tyre, sepse ka ndodhur në gjeneratat e kaluara kur i kanë marrur librat themi falas, atëherë ata nuk kanë qenë edhe shumë përgjegjës për librat e tyre, sepse shpeshherë thoshnin që këto kanë ardhur falas. Kurse tash, realisht edhe tash vijnë falas, mirë po procesi blerjes është më i mirë, më i këndshëm edhe për fëmijët edhe për prindërit. Unë i takoj një gjenerate të cilët prindërit e mi kanë bler librat me paratë e tyre dhe për mua ka qenë një kënaqësi e madhe kur babai im ka marrë gjithë fëmijët dhe kemi shkuar në librari për